Mirë se erdhët në As Travel Stories. Shpesh në këtë podcast flasim për destinacione të bukura, udhëtime luksoze edhe vende shumë egzotike. Mirë po sot kemi me fol për diçka krejt tjetër. Kemi me fol për një udhëtim ku luksi zaventsohet me mbijetesë e ku oksigjeni bëhet luks. Një udhëtim ku njeriu përballet me versionin më të vërtetë të vetes. Sot jemi bashkë me Utën dhe Petritin. Uta, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që po vazhdojnë me qu flamurin tonë për majat më të majta të botës. Faleminderit. Petrit, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Një pyetje të parë që po du m'ja u bo është, a ma mirë këto atje? Alloj për Utën atje është. Ma mirë atje. Për Utën atje unë nuk knoqa krejt. Nuk knoqa më këthyve në temë, unë ju mi betonin që tu, pak ja dhash një kruk. E li pluhni pak. Po është pakës që është anena, po ja, mu ma li pluhni në shtu mirë. Okej. A mu i vetir Titi a Petrit me të drejtu? Titi, ja, ti që shtu mbirë. Petrit, ti nuk e ki bo, do të thonë është veç një ngjitje fizike. E ki bo një rrugtim personal deri në pikën më të lartë të botës. Qa ke kërku realisht në Everest? E lypsha një verzion tjetër të Petritit. E lypsha një ndomje tjetës tem, një qysh e kena para lufte, mas lufte. E dësha që i bot një farë pike, ndarse për jetën tem. Edhe kjo punë pak të shkoj këtë të shtit copa, edhe më shtoj nuk është që për një ditë ku me marrë mendim me shku në Everest, po që 4 vjetë të dojnë në përbjeshk, në hiking, fillova me lyp diçka ma shumë. Mas të jena njerës prej që jem shku, unë e Uta e kretë, ju ka qitë algoritmi edhe i ka shti pak me po ma shumë Everestin. E unë e tu këshyrë në stop në përbjeshk, u më shti një shumë fellë. Të këshyrë, të analizu, të e menu, edhe mas nejna fillova pak shumë e thonë, ku shkoj kështë Mont Blanc, e poshtë një farë doze të Everestit, e poshtë një farë doze të natyrës të ekstreme. Edhe tu hullum tu hi, edhe e poshtë vetën tu hecë në për Everest, edhe ma vish filloj edhe në gjumi mësë me marë. Qështë u marë vendime, kuptohet që Everest e thëmë shpesh, edhe ka me thonë shpesh, nuk fillon në Everest, Everest e fillon shpe, kur janë njës pak me folë me nanën, i ka zënë me gruën, me vajzën, me familjen, edhe qaj është përgaditja parë kështu, kur betonosh edhe tu po shkaj, edhe e merë vendimin, edhe e merë aminin, edhe udhën e marë prej nanës e prej grusë, se është shumë rëndësi me pas, që me thoni, prej familjes një udhë të marë për më nisë. E mas ne i kuptohet që copa janë njës me ushtrime, janë njës me disciplinë, janë njës me del truni jëtë, janë njës me hes në Everest edhe pse je këto. Qështu e kom me thonë një verzion tjetër e kom zirë tjetës tem. A e ki pas letë, e ki përmenu njënën prej videove tuja që se të kom përcjellë vazhdimisht, një vit pa alkohol. Na jemi mësumet pa kusht njem Prishtinë, po edhe në Kosovë, jemi mësumet pa në klubet natës, vazhdimisht, një farjet e kritë ndryshe, edhe tashme të pa në këtë verzionin tjetër, ka qenë bajegi interesant për kritë neve që të njohim. Qysh ke mri me transformu që të Petrit? Unë me alkoholin e kum nalë për Everest, po e kum nalë edhe për vete, kum nalë edhe për zët, edhe nuk e kthej mo. Edhe jam shumë rregull pa atë pjesë. Disciplinë do të kuptohet, do të me fillu me jetu një jetë tjetër, kur dënë me i hi këtyne sporteve ekstreme, ose kur dënë më majtë, do të me qit një unë në kamë dhe me jetu në qatë jetë, mas të i nga ka dal tjetërën, po jo më këthuj ma, kështu që në kumë pa hajrë për kësaj pune, edhe jam të jetu shumë mirë, edhe jam shumë rregull me vetën tem, me jetën tem. E shtirë është se shoqënia, rrethi, ambientet ku e na mësu, po në nuk kem bu një njeri që me thonë jo mos dal, jo në prap i kam bizneset që i kam pas, dal, knaqështan shumë, po nuk e nesër e menoj që do në më shumë, me shku më shtrime dhe me vazhdu jetën cilën ja ku mësy. Kështu që po mon mirë që a i dal, dhe po besoj që ka me mojt gjatë dhe të njetën,
Edhe unë shumë rregull, në këtë pjesë peshjoj shumë, po kënaqesha shumë a shumë. Pra alpinizmi është një jetë tjetër, apo? Është për dallim prej jetës çfarë e kumbo, është një jetë tjetër, se të kthen ka emora, të kthen ka natyra, të kthen ka jeta, fillon më kënaq me sene shumë të vogla. Përpara ishte do shumë me investu për me gjetë një lumturi tën. E sot me thonë që bële kur edhe kur jena njoftu me utën, jena ko një zërc, e që shpesh e ceki që ato të, nashta me 25 euro kon krejt me treke, me darke, me flejtje, me krejt, me që ato pare knaqësh, shkan, e shet një pjesë ma të bukur Shqipnisë, edhe lodhe shpagës, munohë shpagës, këm rinë të maja tipët një lumëturi shumë e madhe, kthejesh, ushqesh me ushqimtonin tradicional, shumë knaqësh e shumë pak kushtan. Kështu që më fillon më knaq me sene ma të vogla. Uta, malet tashmë janë bu profesioni joti, në një formë ose tjetër, ose ndoshta 100%? Po, në një formë, pa tjetër. Po du me ditë, duke qenë që në këtë rast ke qenë shoqërusja e Petritit në Everest, çush e kupton Uta që një person është i gatshëm psikologjikisht me ja mësy Everestit? Pyetje pak e vështirë, po çush tha Petriti, na për herë të parë kemi bu një ngjitje në majën e Jezerës, edhe mandej Petriti më ka shkru, edhe jemi taku, edhe më ka tregu për ëndrrën e vet për në Everest. Edhe ma ka kthy një kohë temën para shumë viteve, kur e kom pas ëndër Everestin, edhe kur shumë njerëz ma kanë bo tepër të madhe këtë punë. Edhe më kanë thonë, është shumë vështirë, qysh me shku, s'bën me shku, s'është mali, nuk është Everesti për qika, e tjera. Edhe diqysh unë e kom thonë që unë nuk du më konë asnjëherë njetë një njeri që jo m'ja ndalu ëndra dikujna, gjithsesi jo, po të paktën mos m'ja bon dikujna qashtë madhe një punë, kur e di që shumë njerëz në botë, për krejt këto 10 vite që jam të shku në për ekspedita në për Himalaja, kom taku njerëz që me mund, me punë, me vullnet, me dashni, kanë rrimi mi realizu ëndrat e veta. Edhe i kom thonë Petritit, po, hajde, aden, Petriti pak u ko një dyshim të atëherë se normal edhe kjo ka pyet edhe njerëz tjerë, edhe unë ja kom bo, Petrit, ma i ri nuk bosh, ma i fort nuk bosh. Petriti fizikisht ka qenë gjithmonë aktiv, për sa një une, se une nuk e një dhe shumë ma herët, po e kom pa që gjithmonë del vrapan, ushtran, shkon mal, edhe shumë më rëndësishme është që ka dashni për malin edhe ka vullnet për me bo diçka tillë. Edhe a kom bo po mërë, hajde, edhe Petriti ma ka bo për një me ahati, më thonë po. Edhe tani kena marrë do oferta, i kom thonë Petritit okej, adin që mund është më shku me kompanin që i kom bo në krit ekspeditat e mija, edhe mandej të folë me Petritin, kemi vendosë edhe unë më shku bashkë me Petritin, edhe me mbështet rrugtimin e tij. Edhe kemi bo disa ushtrime këtu në për Kosovë dhe në për Shqipëri, kemi kalu disa muj bashkë, diçka që Petriti e ka pas gjithmonë është për kushtimin, sepse maja 8.000 metra nuk mrihen veç më ko një fort fizikisht, po duhesh me pas një farë forcet mbrendshme që të shtyn edhe të motivan edhe që të hapat e fundit, ma të vështirat, ku oksigjeni, ku është ftoftë edhe ku ditë të fundit, ku lodhja është shumë e madhe, që të vynë me pas një forcë mbrendshme. E Petriti qatë forcë e ka pas. Tash nuk është, unë që jam psikologë edhe me ditë adin, po na ka ra begi ko me kalu bashkë edhe komendu që mundet me adale edhe unë jem shumë e gëzume që jem kohën pjesë e qëti rrugtimit Petritit edhe kena kalu ko tepër të mirë bashkë, unë për vetë jem knaqë, për mu kohën punë, po prapë se prapë ka qenë eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, mu kohën bashkë me Petritin edhe krejt ato sfidat me kalu me një farë pozitivitet dhe me një farë humori. Se unë për shkak kur i kom bo majët 14, për mu unë jem konë shumë ma strikt, ma kjo, ajo, pak, nashta edhe kom menu ma shumë sa që duhet, e Petriti ma ka mësu një sen tjetër që ka njëherë, me pak ma relaksume, se kjo i ktheke kitë pozitivitet, edhe
Muj me thonë që jem knaqë shumë, po edhe jem knaqë sidomos për faktin që të dy të kemi gjitë majën, kena kalu shumë mirë, jena këthy shë mirë në shpe, i kena krejt gishtat, dhe më thonë s'ka ndodhë kur gjaj keqe, për të lënë që për mënej ka vdekje që ndodhin edhe ka rastet të ndryshme. Edhe pse për Petritin nuk ka në eksperienca parë në majë 8.000 metra, menoj që Petriti ka më këthyja 5, është i fort. Kësmet, nuk më ndel njerë tash. E përmende që ka vdekje dhe ndodhin fatkeqësi të ndryshme. Në Everest, Petrit, për mi 7.000 metra, që ajo pjesa kur është pak ma rrezika, trupi veç nis me vdek. Qa ke menun që ato momente kur jam syve që asaj pjesës? Ose që death zone, nëse quhet apo? Zonë e vdekjes, po. Po, fillimisht, për mu konë një pikë ku jena konë të hecë bashkë me utën. Edhe këna mrin 4.400 metra me një katon lebuqe. Edhe na konë të bisedu. Edhe uta ma bone që dësh me leon testamentin. Tha se unë gjithmonë e bëj këta. Mali nuk nje, tha, nuk nje që me thonë është shumë shpesh i pamsheshëm. Edhe tha nuk mundet me selektu me thonë që kjo po, që kjo jo. Tha kështu që thonë gjithmonë e bëj, tha se këtu jem përmi 8.000 metra, jem të këprursi, e kanë shkallë vdekjes. Edhe se pak ke një situatë që aty të kem të nejtë na, Pilone vish vetë që kjo shkojde i ndomi ratu senet e më këthy, e një grupi njerëzve kajke, një gruet të shumë adhan një ndjenë që kush u deka, përdin. A i realisht me folë shumë drejtë, sojnë e kishë pa dek vjera, po se i vetë dhe një zësë mujta me nejtë, po në menova që dikush ju desh aty një gjatë rrugës, a përdin e hina shumë, marë në i stazën pak, e zajo, po nejse mas njëna, erdhe uta i thash ku çfarë boj bit keq ma dha veni, a din qështu se kita koj qështu shumë se ju mledhen asoj shumë. Nejse tani mas një napiq hajgorës, uta këthej minit tem, tha, do të milion, tha testamenta, se tha, nuk është kur gjë sigurt Petri, tha, edhe që aty fillova pak me ndru trakën. Fillova në menu dhe për vdekjen, ka zë i drejt kështu. Fillova, se desh aty, që për thët uta, vish ku më hajgore, vish që ku më shyrë, hic me nëjsh anat pjesë. Edhe mas një kur unisëm, vish, adin shumë tonë, vish një dozë më rrit e seriozitetit edhe e fokusimit malë. Mas një kur shkum na, fatkeqësisht me qatë grup që i bëjshëm rotacionet, ndërjet edhe një sherpe, një indiane, që shtu e roni qikesh e Pakistanit, e uqu, pa ta shtë nëse dishëm, ata beshin, urdzeshin, një urdzeke alkonoja, të se disha kam shtu asin, po vish ta dha një farë dozet të ronë, që me menu edhe vdekjen, shkojt të rrit që ajo, pe që asoj vjerës, shkojt të mu rrit të ashte, alo ma shumë shkolla për me menu për vdekje. Edhe mas tena, kur u këthy që aje rotacion u këthym, që aty më dhe lash testament, me video, me avokat, me ketë, dhe më thonë vish, e dova menin që edhe kjo më në të ndodhë. Se deri në qatë pikës, po adin, po du më po shumë i sinqert, nuk është që e ku menu shumë. E ku menu, po, jo vetën tem, pesh, aja, në zdasa, përdin. Edhe, masnina, kjo shumë e mirë, se kjo të betonojke, të forcojke, që ti me menu edhe qatë pjesë edhe së tërë që tani. Se ndodhë, s'ky që ka, po ndodhë. A kur gjithë mund shkën të rujtë, mësë po më bjenë, mësë po fillon me të menu. Pse që kështë. Edhe kuptohet që veni është i përprogramum që ashtu që ishte shkan kada ka dole, të forcu, ty të forcon qatë shumë, që ti më rinë me një pikë që thu mo vdekja, nëse ku besha me flejt, o nëse isha mësut është kjo uta, që të 10 vjetë ati mësu, me kërset kja mali, bam, beke, e shesha që tjerë largë ortekun të orë dhe beke fry maknena, pëzome, une një herë me ikë, kur i poshtë ta me telefonë, me zira me telefonë, se i ke një herë, përshë, të bëj ke madin, edhe, po du me thonë që keq të shkallë, e kur këna më rinë në zonë vdekës, interesant, mu qëtësu shpirti shumë, më forcu menja shumë, për kundrazi një prej njerëzve që i kanë gjitë dhe të ndajbalë ndërti, abdin kejt i lexojsha dhe është që të sa më rreziku i madh, fokusimi më i madh dhe marrja e gabimit shumë e bukur. Se ti je din që je rrezik, s'ka hajgare aty, 11 orë do të me ditë sakt ku beqet hapen. Një hap gabim që më poshtë.
Sakt me ditë. Më në dorëzën kër e hek, me ditë sa sekonda për lëndore një ashtë, edhe se për para, kër i na kun, një këna bu një maje ma herët, le buqën, i kum largu dorëzat, për një mesh shumë ngrinë durte, i mërën sherpat, e tu fyri dorëzat, e tu mi nxeva durte, më thonë, kejtë këto shkolla, që s'lojnë, kur të shkojnë sa me të poshtë, dhe më thonë, ditën e mramët, që s'lojnë me po asë një gabim. Në motor sabre, ku e që t'ke kapin shuta, që t'shane, ku e që t'ke kapin sherpa, ku e shputa njerit që kish ke që aty adin, nuk bëjsha gabim. Se unë pak i lasdrungim kone për bjesht të Kosovës, se sështë që e kom pas në i farteme, dikon shumë të ronë. Po du me thonë që me ketë këta, ta rritë shumë e mirë është ajo, kër e din që e ki dekën qëto, ti e din që qëto të në qitë hapin, po të forcon shumë, edhe më ka forcu shumë farbarsisht, nuk kom shumë regull psikisht, nuk kom kaluar në marrë gabimit zero, edhe kom kalu e ranë pak kër e din, sidomos, kur shkën edhe hecë që të është një tropi dekt, ti po hecë që të a i me që aty edhe i me vëllnet i shkreti u shku, edhe i si na u shku më knaqe, me bo majën e krejt, po ju dek që aty, kështu që të forcon shumë. Edhe s'len me bo gabim, e unë shëshër zoti shumë ava qatë forcë mrenshme, edhe shumë kesh regull, dhe sështë që ma i ku menu ma të pjesë më frigu, po vishë që jem po një kujdes shumë. A pat një moment kur the që të pelu, nuk moj mu? Ja, qatë moment. Se kisha lonë. Pyetja është për shkak se une shumë shpesh kom lexu, domethënë raste kur janë tërhek. Bile lexova edhe domethënë disa persona të Kosovës që kishin tentu para disa viteve, në gjysmë të rrugës dikush prej tyre veç ka hek dorë. Nuk ka mrime në gjithë majën. Jo. Sipas Google. Po. Jo, në nuk unë pas asë momenti, asë një moment nuk unë pas. Nëse kësha pasë, shumë mirë ma ka spjegu uta, ma ka bu nëse kina i problem, nuk bënëm shqip. Tëtë me shpaljos, se qaj problem shkon të smadhu, edhe qaj moment më të me ta pru momentin fatal. Bash dy indianë në rrun jetë frikë pardje, edhe ma bëjke uta, thëke, këta e kam problem se nuk i shpaljosin problemet. Ku me diti ka dhejmë që të bubreko shumë, se shpina, se e ka pas një telashe, po e mshef, e kur shka nalë boti madhë, unë e fatë barsisht nuk e kam pas. Edhe nëse kam pas, ku më shku për zonë, më ka ndodhë më 4.000 metra, më kom kesh. Ku më shku ja kom but, valoj, nuk jam mirë për diqka, ka kap temperaturë, që u tole mecëm. Me ja bëjsha njërit më stres mund, ja të me dalë me hezë, dilë shumë shkëshëm halon ma nalë, ti hop shumë 2-3 orë, edhe këthesha, edhe peshëm muje, qaje, hajshëm hop, edhe u këfjellësha, mas 3-4 orë, ka lejke, ja bëjsha, ishtë ashtë një mirë, e të ashtë të pushë, bërë flejnë, esër qome, a përdin, nuk është që kom shef diqka, po vish këna shku, falë utës këtë rast në njërë profesionale, tu i trajtu temat mirë, tu mos më shef, tu mos rajt, tu koni fokusum, edhe nuk kom pas nevoj me thonë herë jesë që të s'pëmë, nëse më kështë faqë të më punë, nëse kësha pas me problem të madhe, kësha ljonë se e kom një fëmije, nuk du me qu jetë ndëmë, për gabim temin. Mirë, po nuk kom pas qësi momente, nuk jem gona i herë keq, ka pas momente e të hëk që jem gona që aty për që aty dhe jënë shëru që aty për që aty, po jo në i moment të ronë. Uta, qka s'mundet me kuptu dikush për Everestin, deri sa ta priton vetë? është tepër vështirë me u munu mja spjegu dikojna, do me thonë... A ka diçka që i ke jo spjegu vetëm- Petritit, edhe ndoshta ka pas një pritshmëri deri sa ky vetë ka përjetu që ata? Petritin jo munu mja shpalos krejt informatat gradualisht, do me thonë prej ditës parë, ditës 2, ditës 3, rreth ushqimit, rreth ftoftit, rreth ecjes, rreth paketimit, rreth mënyrës qysh me hec, mënyrës qysh me marrë frym, qysh me flejt, kur me flejt, mos me flejt, me hongër, me mshil gojen. Do me thonë një mënu se cilin sen për krejt 10 vjetë përvoj tjetës tem në për Himalaje edhe për punën tem që bëj si gujt, një mënu mja adhon gradualisht si informata që edhe ky mos mu blokut njëjtën kohë mi marrë krejt sendet, po edhe njëjtën kohë mos me bombardu me informata. Jon qysh me thonë, janë eksperiencat tjetës që unë prej viti 2016 shkoj në për ekspedita, i kam rreth 24-25 ekspedita në Nepal, në për
Nepal e Pakistan e Tibet, në përmaj 8.000 metra. Edhe janë sende cilat i mëson me kalimin e kohës, i mëson jeta. Ngjitjet në për ekspedita 8.000 metra, për shumë njerëz janë pa kuptim ta. Për shembull, shumë njerëz na thojnë, qysh po shkoni atje me hek, se na normal që hekem atë. Unë edhe Petritit i kom thonë, derisa kena shku atje, njerëz ja kom bot madhe, po kur kemi shku atje, i kom thonë qëre Petrit. Procesi i aklimatizimit, se na i kena disa faza atje, i bojnë aklimatizimin, ku shkon poshtë nalt disa herë, për me adaptu trupin në mungesë të oksigjenit, edhe i kom thonë, aklimatizimi është i munimshëm. Do me thonë, në majë 8.000 metra, ti normal që knaqesh ka pak, po kryesisht ki me hek. Do me thonë, nuk flen, ushqimi është i limitum, tualetet janë gjithka të fryera, na kullnaja, ftoft, ki me fjet, na kullnaja, ku me ditë sa kohë, do me thonë, nuk flen, rahat. Zakonisht nuk flen, mbi 6.000 metra është tepër vështirë me flejt, për shkak mungesës oksigjenit. Edhe, do me thonë, kur i menon krejt sfidat edhe krejt hjekat, tani është pyetja pse e bojna këtë sen. Personalisht për mu është pjesë e jetës. Unë, do me thonë, unë e di që kom kthy prapë në shtator, e di që kom kthy prapë vitin ardhshëm, e di që kom kthy gjithmonë. Përpara kom shku për veti, tash kom shku për me punu. Sepse tash unë jam mësu edhe për mu që ajo është jeta. Po kur e menon mandej në nivel pak ma ndryshe, pse Petriti ka bo si vjetë Everestin, ose pse unë i kom bo 14 majat, tani është diçka që lidhet me krenarin, lidhet me dëshirën për me promovu vendin, lidhet me flamurin e Kosovës, unë për vete, do me thonë nëse hera parë që është ngjit Everesti prej një njerit prej Kosovës ka qenë 2017 ku e kom bo për herë të parë Everestin. Edhe ma në kitë majë 8.000 metra jam bo për herë të parë prej meje dhe për momentin jam vajza e parë në Ballkan me këtë arritje. Tani aty vjen një farë, qysh me thonë, dëshire e madhe për me bo diçka për vendin. Edhe për vendin, edhe për fëmijët e Kosovës, që me pas një shembull, në të ardhmen me pas Petritin shembull që e kanë gjitë Everestin, në të ardhmen sigurisht ka me gjitë edhe maje tjera, ose Utën, ose Arinetën, ose Nazin, ose Mrikën. Do me thonë, këtë njerëz të Kosovës që kanë arrit me bo diçka pak ma shumë për vendin edhe për kombin. Apo të mungon Everesti? Na djena këthy. Ala ta zemë. Ala ta zemë. Apo ju mungon Ama për dishit? përveç mu hiç nuk, po mu pëlqen malë në Kosovë, se mungojnë tepër malet e sharit. Ama për ndryshe, unë e shumë rahat jam atje, kam pak si shpe, bile Petriti ma bëke këtu, veç edhe kaprolla që s'po të folën, se diçka si kom rria atje më do këm vend temin. Për mu është shumë rahat i malajet, edhe kom një familje të madhe atje, që njerëzve që kom punu, kom bashkëpunu me ta. Edhe po me nëzës pres më këthy. Hajde tregom një eksperiencë që sharake, diçka funny që ju ka ndodhur gjatë rrugës. Në një moment, përveç asaj me vjehra. Asaj, na. Po ka pas Allah, shumë po menojnë jam qashtu që si njeri që qatë dushit botë, në veç e këshyri në hajgare me këthyja edhe nuk është që menoj fort seriosisht kur gjofin, po të kalzoj drejt, kejt qashtu që të kesh, të vish i kaloj, pa psi ura janë, në vish të kesh, moment që sharak që shumë e thonë pak, shumë e thonë, interesant, ma shumë se që sharak u konë, në akon të shku për në një katon në Amqe, rrëth 3500 metra, e do kinezi këshin pas ato gypat jo mask, po gypa kështu për oksigjen, me botë sa mershin oksigjen të shku, na ishëm për aklimatizim dhe na dhejnë 6.000, unë për veti, se u ta loma nalë, po ndejnë 6.500 metra, nësë s'kom pas oksigjen, se për shkak që kur do me bo samitin, do të me shty vetën derin maksimum që mja di derin oksigjenit. Nejse, ata 3.400 me oksigjena e sene, e ndërku edhe na dhe kamermani jombile, se kum pas edhe kamerman, filloj me vujt pak oksigjen, mungesën e oksigjenit, edhe ndërku kur Rozilja edhe fëmija dilshin në shkollë, luishin futbol, bile mu afrova me lujt futbol me njonin, po kjo është ka des, po du me thonë që të knej me oksigjen njerës në fëmija dilshin normal që ishin shkollë,
lyshin top atë, shumë më që aty pa ta morën, me një farë jetë, di që të shë para me dikush jeton, dikush përdor atë, shumë interesant më ka që ajo, halo më krye kam, qysh njerëz jeteshin 4000 metra, atë, pa të lashë, shto. Po, i kish adaptu natyra, se shtuish me thonë janë pak ma të shkurt, gjoksin ma të gjanë, gishtat ma trash, dhe një ma, kur janë rizesha, si njerëz të faqet ma qita jashtë, dhe i kish adaptu natyra shumë ata jashtë. A janë këto familjet e sherpave, prej cilave dalin mandej sherpat edhe që i shoqërojnë apo alpinistët? Po Sherpa, në fakt, Sherpa është fis Po, që jeton në Himalaje, edhe kryesisht ata jetojnë në nalësi të mëdha ambitëtare, edhe përveç gjeneve e kanë edhe jetën në të tillë, që për shembull më ka pas ndodhur me taku disa herë Sherpa, kur fillojshëm i bo hikingat prej nalësive të ulta, unë thesha ku sa ka dalë po hecin. Si e kalojshëm 4000 metra, unë tu mënu, apo den maksimumin, ata veç ma kalojshëm, sepse janë njerëz që janë rritë në alësi, i kanë stërgjyshat, do më thonë, gjenet janë vinë prej naltit edhe për ta në alësia është shumë e lehtë. Si kur tash nashta edhe pse s'me me bosh atë krasim, po për mu, për 10 vjetë që shkoj në për ekspedita, unë e shumë ma letë e kam mu adaptu në mungesë të oksigjenit, se sa dikush vjen për herë të parë. Ata prej natyrës janë njerëz shumë të fortë në nalësi. Se që na tregoj ke edhe Tindi, një shok jam dhe guida jam e parë që kemi bo Everestin, theke unë e ma në vendin e juj, në nivelin 0, theke unë nuk mëj me funksionu. Sepse theke trupi jam është i adaptum në qëtë nalësi, njëtë si kurse që e kemi na këto. Na këto funksionojna ma mirë, për nuk funksionojna naltë edhe është e kundërta edhe me ata. Definitivisht kom pas tepër pyetje dhe vazhdimisht kur ju shisha, nuk dojsha normalisht me u pengu se njëri edhe nuk të lashja me Wi-Fi edhe komunikimet atje. Tregom një qysh funksionojshë, qysh ka qenë një ditë në Everest Petrit për ty? Po, kryesisht po flas mas trekkingut, se 7 ditë këna bo trekkingu, nuk kry trekkingu edhe këna ndroj Basecamp. Basecamp e tamën është Basecamp, është baza jorë, është veni ku mësohësh, dhe po du me thonë që jam të spjegu ditën e Basecampit, u qesha në ora 5:30-6, qështu shumë herët, se në që ta është shtirë me flajt, pa marrë për asë qysh 5360 metra, shtirë, shumë, sidomos për mu. Dhe gjatë natës shumë më prishkëgjumi, se për syje se dejmë 5, unë personalisht 6 litra ujë kom pas në ditë. Dhe kuptohet që ty të vynë gjatë natës më qumë për nevoj shumë shpesh. Kështu që gjithmonë e kom pas fragment sleep. Nuk është që një herë kom flajte, të 8 ore, 7, se kjo është dhe se persona, që u qeshë nesme ta bëjshë kom flajte 8 ore, veç që është lakmi i bëllë, po se kom pas atë njën asë një herë. Dhe u qesha në 5-6, adin rësha me zërë që me rrugë 6, 6 linë këdile, atje mirë, bukur, për du me thonë, kër e shkoha e mirë, është shumë interesant. Ndjeni e mirë, së të mas kër e qërë shatorin, edhe ditë që jashtë, edhe kështë mas pari Everestin e Lotsen, mas ne u theshe kënina, e kështë këto pomorin e shumë lezet, se rëthëm rreth ishe me 7.000-8.000, dhe me bjeshk, sidomos Everestin, sare, kështë është adhe që zdije, shumë ku më ngullin kry. Te për ku, edhe në metë në kryje, qyshe kësha se një fa ndjenje që ma dheke një pozitivitet mirë, shumë më dheke energjit mirë. Ma rolle shesha, se është pak ma përmbra, pa herë dilke herë, adin, po e disha sakt, adin, se ma spjegoj uta e krejt, ma spjegun ku është, edhe marrë ta fotografi në kryje, te disha sakt. E kur dilke, shumë më knashke. Së të mas të më gjezë, sakonisht u shike. Edhe mas në i pere aty, të shkoj shumë një tent për bashkë ku e këna pas krejt, edhe na konë në grupë me 2 Afrikanë të jugut, të bardë, po atje të ishin, me një Poljak, dhe unë e uta, dhe ka pas grupi tjetër pak në gjithë me tenë tonë, janë këmë Brazilian, Argentinës, të Australisë, shumë qështu, mas pari është shumë me ta, me Sherpat, shumë një fanë energjie mirë, ta është të 2 grupët aty kush që lejke, me shumë ka një kafen me në gjezë me thonë,
edhe e peshëm një kafe, bëhem pak muhabet, disa mbledh ke grupi, shumë një energji të mirë, të edhe keni fa nisme të mirë. Mas të i mëngjezin, kër e hajshëm bashkë, ngolë shumë krejt. Mas të i na shkreshëm si një kafe u këshel ten, kafe të ashti, pak ma sipër, ku mbledh shumë krejt, edhe aty u lujke edhe uno, u lujshin po shumë interesant, po flasë ditë pa ecje, edhe shumë u bëjke një energji të mirë, se shumë komësi, shumë llojet njerëzve të ndryshëm, edhe qaj diversiteti e bëjke mrekullinë. Pas të i na kuptohet u kthejshëm drekën bashk, darkën bashk. Kjo është një ditë pa hecje, normal, të është i na këshëm hecje, jo me shku pak me bu pomorin, jo me shku me bu lebuqen, jo me shku me hec në për base camp, qështë aktivitet këshëm gjdo ditë që me bu rotacione sa ma shumë, dhe që kjo bëjke mrekullin, kuptohet natën pak fëtë bëjke së të mos për mu. Nuk jam mësu me fletë shpeme, që i jargonin, e jo dashke me hinë sleeping bag, e mu për mu bëllë të lashe dhe sa pështjel shaje, u ledh sha nyje, unë del ke gjume, se s'jom një mësu shumë male, dhe në këta isha auto, së në te e mësu, e ushtrume, i e qesau, në Kilimanjaro, kur shku pata shku, në Afrikë, më shku veç më mësu në tendë, po s'ku mblet hesh, 4-5 natë tendë, 4-5 natë hesh s'ku mblet, që është të më bëmojnë pa gjëmë, s'mu isha me akseptu tendën, hesh. Se si jam i mësum. Që i këshyrin tamë, më shumë kam qenë mësu vajzën atin, që mësu një pasë të lashet e mija, e shumë kulturë e mirë mi mësu në për tenda, se kur nuk i di tjetës, po dhe jetat bot ma i bukur, kur shkër me tenda dhe u tanë, e unë i pa mësum, e u ledh shanyje, mund zëke fryma, të isha ku jam, që natën e kom pas të merë se si rraja atin, natën e kësha kërsht merë, kështu shumë, u më nëjke, një kur i qesha që shtu ka njëre më ledh kë nyje, edhe jakna, se të ashtu dashke me fletë me një majic, mas një bluz, mas një për mi bluz gjemper, për mi gjemper jakne, ta një sleeping bagi, e kapuqa, e mas, ka për din që s'qka u dashke me fletë, si me dollë me hecë. Dhe kur u qesha ka njerë, mu qelëshin syti, shësha keq që tu, qa e kësha mu zgjidh, e dilësha dhe jashtë për tenda, se mesha fryme, dhe isha, ajë, zëti ma, natën e kom pas harrar, vëllë, unë jë shumë e kom pas të rëmë, se s'jëm Unë halon sleeping bag, jam të flajt. Po, kjo e Edhe në shtëpi në dhoma, Po, kjo e mësume, kjo bile u, që shi jaj, kjo ka me një sleeping bag, edhe e fëllë ke që po knoqet. Edhe krejt shumica, edhe e fëllë që ashtu që po knoqen. Unë e thesha mundësia në herë me hi një te me ronë krevetë, me qitë jargonit, ta më mbra, bëden me kryt jashtë, jësyt, kryt, me më thonë fryngjës dëtë, po... e tregon ma të 7.000 metra e tutje, që shke se nga tregove dherin 5.000 diqka, po... 7.000 dhe najnë, Allah, është 7-8 i gjallë është, atje ma, nuk kam komen, se atje finë edhe maska, hinë shumë ka pushqa, tenda zvoglohet fort, tenda zvoglohet, që ka është shumë pak të metë, të kap klastrofobia, në dyqenë, den, të kap, atje është mirë, zotit, për mu të është dhe më flasë plan, horror, atje është, të më thonë, këtur një horror i letë, që është plus 16, atje plus 21 horror. Atje për mu konë ra, valla veç që, kum pas pak haluciacione, e shisha vojzën, e shisha një kongë që e shite Alban Skënderaj shumë e mirë bashkë qatë ko, e di shka më lidhke me vojzë, e shisha vojzën e shumë më shtikin haluciacion, mungesa, oksi gjithë shka të tani mas nejna, u lidhshin senët, njëherë më ka shpërbly për mirë se flejta të menu që e kam ofër, po kur u qova mas nejna, ku zoti mas dhe shas ku jë, mas qa bua, sa përdin mas ka më doke vetja ose në spital. Përdin se spital më doke vetja, po tani shpejt, që me thonë, vish, punoj isha me tru tem, apo isha mirje, që të coho me frim, i më sheli syt, a din që shto, e që të isha vetën, dhe sa e ullësha, pulsin ja ullësha vetës, e mas nejna dhe shajtë të pushoj pak, po mas nejna. Qështu, shumë e thonë për mi 7.000 metra veç dhe të me shtyse, së është ma që është aty kërkush në regull me ma tjetë. Nuk besoj që ka njeri që ka lënë mirë në 7.000 metra në të naltë, se së është dhemë për njerës. Kure kim ri majën naltë, të kemi pa të qajtë. A kanë qenë lëtë gëzimit, a kanë qenë malëngjim, Çka ka ndi Petritin që ato momente kur e preki majën përfundimisht? Po peceki për herë poshtë, po thamë sa herë që kërset shin arteshet rrugës, se shumë kërset ke mali.
edhe na beki bryma e qështu, edhe dhe unë mënesha që po des. Përte se disha po t'vjen ty, ajo, a ka po shkën që a kërsim. Edhe shkëke me një atë vojza. Që në të edhe nuk nalke, se su nalqa, po shkëke me një atë vojza shumë që i bona, pelo, e ronë shumë. Edhe kuptohet që kur ki fëmi nuk e menon veç vetën tonë, po e menon që edhe dikon për një ego tonë, dikon kemi leon të njëtën keq. Edhe më kapi shumë malli. Për mo shkoj në kulminacion. Kur më riva të maja mas pare dhe më thonë, o zët që dhe kryva për edhe në kry, mirë ka me gjithë qikën e para, e dyta mas nejna ish 45 natë rrugë për që ato 20 minuta. Është plus që ajo pomja këtë botës, i rrëthëm majet botës, e krejt që to gërshetohen, që to këtë gërshetohen edhe shpërthej dika. Dhe në shpërthejnë. Është e pamunshme atja, edhe dikush kanë, dikush s'kanë, po gjithkush e kanë djenjën njëjtë. E mu më shpërthejnë vaj edhe në vaj gëzimi, valla shumë. Vaj gëzimi, shumë u gëzova tepër, edhe në dhe merë një fan djenje që s'përshkruhet. Edhe për që atë djenjë, është njëri në gjendje me bërë shumë e tjera. Edhe se që e ndjenjë që atë është kulmi, pjesa ma e bukur e kejtë komplet udhëtimit është që aja pikë që atë edhe ajo të banë më një që s'ka përshkrim. E kënë lotë gëzimi edhe lotë shka thonë, ja qita një përfundim vetë, edhe pse të këthimi ajo gjysë e rrugës, këthimi mas njëna, po për mu për qatë që u kry, që të thash, unë e kryva, dhe ratë tash të portit buzë gjatë buzë, mu u kry, verit këthejna pëtimtarë, se ka njerë që jasë se prekin gjatë to, edhe fatkeqësisht edhe humbin që tha u buta, e kena pas një qek, a i të struja gji, edhe i hupi gishtat. A për din, a i edhe pasht ma me jetë gjinajt, edhe të në zezat, edhe u lidhshin senët shumë për kesh, shumë. A din, a i të njetën tash të së më punën i shkreti, po du me thonë që u lidhshin shumë. As të një tjetër ka qenë një qek, edhe shumë i mirë u kunë, edhe e ka pas shumë e thonë edhe restin për me kry, edhe me him politikë, edhe qështu e pa domenjen, shumë mirë e pa domenjen, edhe me të kam 4 së në krytja. Po du me thonë që s'vyke edhe vish me dek, ose vish me, adin, kesh shumë elemente tjera që unë ta garantoj, se e shumë pozitiv u kuna ideali, që u qeku, ta garantoj që në depresion. Adin është sakatën mas të jena. Gjithë qka, po du me thonë, shumë ka elemente që sakatoj njërin krejt. Që ato lartësi, ata hupin lidhen me realitetin u ta? Kur je që atje nalt? Jo, po mënej personalisht për mu jo. Fokusin gjithmonë dush me pas nivel. Normal, qka është mbi 7.000 metra është zonë e vdekjes edhe trupi gradualisht vdes nëse rrinë shumë gjatë. Edhe ideja është, dhe më thonë, deri në 6.500 metra në shkojmë aklimatizohemi edhe mandej sa mi të pushat kër i bojna shkojna mi 6.500 metra. Dhe më thonë e prek një herë, nuk shkon disa herë në altë. Edhe ideja është në mi 7.000 metra duhet me nejtë sa ma pak, me shku me bomajen edhe mu këthy sa ma shpejt poshtë. Për shkak se nëse rrinë ma gatë, janë një zveçmeni që të më thonë gjithë shka në trupat të vdek, kadal. Dhe për mu unë nuk kam në farë ndamje të realitetit, për shkak se munona maksimalisht me kone fokusume, më kone fort, edhe me rujt energjin për sa me të push, më shku në altë, më këthy shpejt, më munu me pisa ma shumë, më munu me hongër në për kampe, mi paketu sanë sa ma shpejt, më shku të por sa ma shpejt edhe me mrin kam 2. Tani kër shkon kam 2 ekipak një farë hoteli me 2 yje, se adin fillim do këtë te për rënd, po manej kur të kthesh për sa me të pushit, kampi 2 do këtë hotel me 2 yje, e manej kur të kthesh në kam bas do këtë një hotel me 5 yje. Edhe thu, wow, u ktheva. Edhe në 5.600 metra, 5.300 metra, para 20 dite, s'ke mujt me flejt, s'ke mujt me marrë frym, edhe manej mas summitit, mas majës, do këtë që është gjithë shka perfekt, ki oksigen mjaftushëm, edhe mandej normal, edhe po është shumë rëndësishme majtë fokusin edhe me nejtë qutë, edhe një pas
jo 2 sy, po 4 sy, dhe jo 2 vesh, po 4 vesh, edhe më mënu me kuptu çka po ndodh mal, me një gjithçka, energjin, litarin, orteqet, edhe për çat arsye duhesh me u përgadit begi shumë edhe fizikisht edhe emocionalisht edhe moralisht edhe sidomos në këtë rast për mu u kon ekstra se një farë mënyre ku marrë një farë përgjegjësie për jo veç për veti, po edhe për Petritin, edhe u kon edhe ma sfiduese, po gjithçka ka shku shumë mirë. A menoni që njerëz shkojnë në Everest për famë dhe për foto, apo shkojnë me gjetë ndoshta një verzion tjetër të vetës? Deri në base camp mund me shku, volëm shumë shtirë, mund me shku për famë dhe për foto, po base campet e nalt, ja. S'bjen men, mo. Nuk bjen men, mo, veç po mënoj kur je përgadit si na qëshëm dhe uta ta shtesh aty, që vi që është kaluat pjesë shumë herë, sherpat, e këta poj, si që në kamerat e mindreqen e krejt se për ndryshe, unë muj me thonë prej fillimit, kër e këna bo summit pushin, unë veç një herë edhe shumë shkort 15 sekonda e këmë zirë telefonin. Ko prum po, se ma ndreqen a bëdin, e kësha mbrapa, a telefonin veç një herë jasë, bjen me. Ka pas pyetje të tilla edhe po du me ndigju tamam prej juve dhe me tregu ju të vërtetën e juaj prandaj. Dhe e bej s'kam knaqesh. A ki qëtë video, më gjithë shka e full, lafe, thue, bëje, ku gjithë së për mu kjo e, bile këna pas një rast shumë mirë, se një i Argentinës, a i zdi kajt, pëlloj për vogët e Argentinës, u vesh me tesha kështu të tanë su tamon, e dilke midis qytetit, midis në këtë mandus, me tesha dhe bëj që ky ka me shku në maja, pëden, e që se bu, gjithë shka ka buaj, gjithë shka ka buaj, shok kështu, ja i ka fshi krejt, se me ka bu majën, i ka fshi krejt. Po du me dhojnë që ja, dhe i base camp. Mendoj që njerëz prej këtë përvojave që kom taku njerëz kanë dëshira dhe ide të ndryshme për Kambaz, për Everest, për kuta diune, po mendoj që përgjithsisht bota ka vend për krejt njerëz. Edhe mendoj që secili njeri për çfarë do arsye që do me bo një ngjitje, e ka është drejt e tina. Edhe neve nuk na takon me gjyku. Edhe po më ne ka plot njerëz lloj-lloj për çfarë do ase, po secili ka rrugtimin e vet. Edhe unë personalisht nuk mendoj që një njeri shkon edhe rrezikon jetën në çat nivel për fotografi. Se kur më thot dikush mu, a ke bo një maje për pamje, pak më keshët, sa ja pamja është 20 minuta, 10 minuta, dhe ti ke më kryte poshtë. Po edhe normal që ka njerë kisha me bo një foto të mirë, edhe jo për veti nështë, po nështë kishef me nda me njerës tjerë që me pa. Po unë personalisht, mënuna maksimalisht, edhe gjatë ekspeditave, mënuna mës me pas sa ma shumë fokusin në ekspedita dhe mës më kun shumë shkept në për rrjete sociale, sa në edhe më kon pak ma ase, po tash mvaret, dikush tjetër e ka një qëllim tjetër, po na nuk jena njerëz me gjyku, se na jena në funditës njerëz që kena dëshirat të ndryshme dhe secili njeri, bota ka hapësirë për këtë njerëz të mundshëm. E vërtet. Për mu personalisht, po tham, prej kampi nalt, edhe për një me fillon lufta për mbjetesë dhe është luks fotografia këtu. Gjenë ku, edhe në 5 minuta, gjenë. A para, non stop a ju ta vetë ma bëjke para, heke telefonin fokusohen rruga, pëden. A nalt, dikur ma bëjke nalët fotografës, së është reni mo i fotografisë, edhe në është për base camp, por thamë për personal, sënë që këmë vjetu, base camp të sipër është mbjetesë dhe është luksus shka. Po komentet e tipit kërkush se ka shtime zor, po vetu në gjitë diçka të ngjajshme si këto. Po këto komente qysh me thonë, a i se ka shti dhe luan krasni që në kërkush në zërë, në ring. Po u hija i vetë dhe tani na ka bu krenar krejt neve. Po edhe në olimpiad, në vrapus, ose në mundje ma i lindën, kërkush se ka shti me zërë, po u hinë që atë punë, u met, ka punu, u përkushtu. Nuk më pengojnë paka, dhe nuk pengojnë se diqysh janë njerës që këshyrin me lyp kime mbo, që thojmë na si popull. Po të kemë rom ta,
jo me njime të në, së në vishë i kaloj shumë shpejt, hec mirëna me ta, mirëna me njerës, nëse janë 100 komente negative, 10 pozitive, me që ato 10 mirëna, këna është na. Petrit, ti ki udhëtu edhe në destinacione të ndryshme. Po du me ditë, a ma mirë në Everest, a në Mauritius, në plazh, në një hotel luksos? Me juve ma mirë u konë Mauritius do lojëm knaqë. Ile më tha flamuri përse i shell, tha e këna marë, e u gëzova force, e desha që në ofër edhe mirë të dyjat, Mauritius jem konë se i shell jo, po me kësmet. Inshallah mi për të mundësia me shku. Jam botat kondërta, po mi kombinu mas miri. E kry një Everestin, ta në pja tyhet, ja dim lerën shumë a shumë, kur shkon dika tjetër, kështu që, që me thonë, qëto time me hiking si më mblanë, po si ajo për mu kitë sfiduse janë këto. E mas nejna mas sfiduseve vjen, adin, Me knaqë shpirtin. Me knaqë shpirtin. Që kjo kombinim është maj miri. Se edhe me shku direkt të qysh pushim, sërë që ja dim lerën fort. A kur i kombinon që shto, shumë është mirë, tepër, se një maj mirë është. Bile pak ma herët e pëllë me flamurë, thash, të na mja lidh kryti ka korriku dikon me shku se u bo kohë edhe sidomos kënë gjitje pak i ka mundu dhe shpis, kuptohet, nona, baba, gruja, vajza, i ka mundu krejt se kënë gjitje shkën me familje, pak edhe këta e vujnë edhe pak mërën e kam bile, se të je aty tu gjetë rruga me shku, këto s'din kur gjë dhe i munën. Kështu që kësha me thonë që kombinimi është alfa. Diferenca kur kinajt disa javë, pa oksigen, ftoft, edhe masi rrugës të u kësy një trajtim kitë ndryshe në business class. Uf. Unë jam knaqë. Cila ka qenë diferenca, ose cili ka qenë përjetimi? Allah këna flejtë të dytë. Ta fletë e këna ho. Biznis këna flejtë të dytë, kështu shtret, i kebis si po mdo këtë adin, veç që shtu këna nejtë një ato e këshyrë kur të na leot adin, dritën ato me na donë drita e gjelbërt, edhe tretman, super tretman ke valla, falenderisht shumë prej Australia, te për mirë, edhe kur ma me merit nuk e kam boti kon, se ne këna meritu për mu konë rahat, komod, se dikujna edhe i mund është mi abu e krejtë e shërë, në ashtaj të në ondë, po se meritan. Që kjo ka qenë diferenca në fakt, sepse ka njëherë mbështetja ndanjën e duhën është shumë ma e mirë, se sa dikun që, po, mire ki. E kena shiu shumë edhe shumë mirë, tretmoni gjithë qka nga ka shku. Edhe kuptohet që ja ka vlet bara qiron që të vëllë. Petrit, cila është një këshillë e jotja për krejt njerëz tjerë që ndoshta e mendojnë Everestin, po e kanë dëshirë, po ndoshta nuk e paramendojnë që mujnë me ngjitë? Unë menoj që jo Everestin, po edhe me shpik, diçka me shpik, që është e pasbulume, nëse vish po fokusohemi që ato, punojna që ato, e orientojna trunin që ato, e dhojna hakun që ato, diçka këna me bu. Diçka këna me bu. Kështu që edhe për Everest, unë menoj që gjithë kush mundet me bu, po i vynë që ka disciplinë, i vynë vullneti mas pari më konë më majtë, mas nejna më kapë në disciplinë. Shumë herë më ka dashur me thonë njerëzve jo së ndalë, jo së mbi, jo së shkojmë, jo, se shumë o disciplinova, edhe kur fokusohesh, disciplinohesh, rënd të, nuk lëviz, për qëndrimit tënë, për qëllimit tënë, e më rinë, kështu që në menoj që kjo vend ka shumë alpinista, kjo vend ka shumë njerëz me vullnet mirë, edhe më kanë shkrujt shumë, ja ku më bo adresa e keni. Qysh më shku vetë, s'ma mirë, s'mu mi ofru diçka, shëqër është e jona, guide e jona, me dalë me lypket balkonin është e vetëmja, më të mi mësu ta shumë mirë, veç të të mu me thirë, me dalë, me folë, me kalëzu ku i keni probleme, që shqyk më kalëzune që to që e kom pas problem pa klaustrofobinë, që e kom pas problem gjumin, i kom folë që to. Edhe ma ka bo vetë, ka thonë adin qysh të jepi zërë deri sa të mund është me flejt, kur së mund është me flejt, s'ki që ka bëdët me shtypa gjëm adin. Edhe që ato tru të një lëshohen, ty thu, pas ka mundësi.
hajde e bëja, po kupton. E mas nina kur ja kom dhënë vete çat mundsiun edhe komplet. Një orë, po komplet kam 3 orë. S'është komplet. Komplet kam 2 shumë bile. Që hecë se komplit çto kompe që kam e mujt me flet. Po du me thonë që edhe nëse ka një problem diko një në smuj se kam qitë kom që ti ushtërën qatë kom dhe forcosh. Po jo se kom gjume, po kime punu me gjume dhe ratosh. Po jo se s'kom përboj, po kime dojë, kime ushtru, kime bo përboj. Shtu që të ideja jote është me pas vullnet edhe me thonë, po du me bo, e so ma shumë ma mirë është se e kina në deti nuk kina. Na mujna me shku edhe me bo në tus, po njështë nuk mujnë me ardhë në tus të Kosovë. S'po thëmë që mësë me bo, ta më puna, po du me thonë diçka me deti nuk kina ekspozim. A me mali kina. Me mali kina, këne kina pa, i kina aftu edhe po besoj që edhe kalë me ardhë. Se njerës t'i kina, t'u ju folë, t'u ju shishmu, t'u ju kalzu, bjesht tona, që janë shumë bukra, edhe ki që ka ju ka kalzën, edhe kalë me ardhë, qështu mujna me afirmu, qështu mujna me mri me bo një Zvicër të vogël Kosovë. Edhe, po, ju thëmë njerëzve që bënëni se të hajde bashkë të afirmojnë që pjesë, se e kena të mirë. Shumë mirë. Uta, cila këshme qenë këshilla jote për njerëz me fillu me u marrë me alpinizëm, ose cilat janë hapat e parë, edhe qysh i kishe eduku në këtë aspekt? Ka ndodhur një ndryshim shumë i madh, mund të me thonë, për vitet e fundit në këtë aspekt, dhe nashta muj me thonë sidomos mas pandemisë dhe gjatë pandemisë, njerëz kanë fillu kështu me të madhe me u marrë me bjeshkatari, me vrapime malore. Kjo ka ardhur nashta edhe pak si rezultat i punës që kemi bërë disa persona për shumë vjet, në për media, në për projekte ndryshme. Unë përveç punës si gujt që punoj edhe në Kosovë, po tash edhe jashtë Kosovës, gjatë verës, unë punoj edhe në organizatën Utalla Foundation, që kryesisht kemi projekte me promovimin e turizmit, promovimin e bjeshkatarisë tek trit, i kom 2 libra për fëmijë, Uta Maleve dhe Uta në Sharë, ku tentojna që nëpërmjet edukimeve jo formale nëpër shkolla prej 2019-s, nëpërmjet projekteve të ndryshme, me promovu bjeshkatarinë dhe me promovu jetën e shëndetshme në mal. Mendoj që për krejt njerëz që dojnë me fillu më marrë me bjeshkatari, mënyra më e mirë është ndoshta me fillu me klube bjeshkatare, për shkak se nuk ki nevojë shumë me mendu ku ki me shku, cilën rrugë me zgjedh, po janë guidat të cilat, domethënë, e tregojnë rrugën, e tregojnë përvojën e tyne. Në Kosovë janë minimumi 20 klube që janë të regjistruar edhe në Federatën Bjeshkatare të Kosovës, edhe unë personalisht kom fillu nëpërmjet klubeve. Edhe ju sugjeroj krejtve se secili qytet i ka 2-3 klube bjeshkatare, ku domethënë është shumë ma lehtë jo vetëm me bo një aktivitet, po të njëjtën kohë dhe është shumë ma lehtë me mësu. Sepse tash edhe po ka dhe shumë tri që dalin edhe vetë, po është ndryshe kur del me njerëz që kanë përvojë, është ndryshe dikush me t'i spjegu shtigjet, me t'i spjegu majet. Edhe do me thonë, është një sen tjetër që mendoj që kur nuk ka qenë ma lehtë me fillu me u marrë me bjeshkatari se sa tash. Më kujtohet vitin 2010 kur kom fillu me u marrë me bjeshkatari. Atëherë pa ta taku ditën, hala del në mal, dita mula, një gru që më ka inspiru mu jashtëzakonisht shumë me u marrë me bjeshkatari, edhe për mu ko një farë befasie shumë e këndshme me kuptu që ka dhe bjeshkatare gra, edhe prej atyonës jam dalë asnjëherë. E tash ka bjeshkatare gra shumë ma shumë, po ka dhe bjeshkatarë të tjerë, domethënë, edhe burra, edhe ka tri, edhe ka shumë fëmijë të cilë shkojnë për bjeshk, edhe mendoj që aktivitetet natyrë na bojnë edhe njerëz ma pozitiv, edhe pak më herët edhe që folëm, domethënë, pushimet gjatë fundjavave nuk janë më interesant, më konë pushime klasike, me nejtë në Prishtinë, ose me shku me një park, ose me shku me një shopping mall, kur mund është me shku me bo një aktivitet natyrë, njofton njerëz, mëson për natyrën, kthehesh, hanë ma mirë, flenë ma mirë, edhe të nesër më të hanën e ki ditën perfekt. Faleminderit shumë për kreditohet që i ndohet me ne, për eksperiencën e juj, edhe që sajni këty për udhëtimit,
na nderut me prezencën e juaj sot këtu. Unë besoj shumë që audienca ju ka përgjigj shumë pyetjeve dhe dilemave, sepse u mundu që shumë pyetje të tyne që i kom pa nëpër rrjetet sociale me i përmbledh dhe me ju bo. Kështu që po shpresoj që shumicën e gjanave i kanë ndigju sot bashkë me neve. Unë ju falenderoj prap edhe që na ke nderu me ustu me neve, edhe këtë eksperiencë me bo me As Travel. Uta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit shumë Petret. Faleminderit shumë, Esa, faleminderit shumë. Faleminderit për gjithçka, për përkrahin e As Travelit, komplet ekspeditën. Edhe faleminderit shumë për pyetjet se pak më interesante kanë. Andryshe. Faleminderit edhe njëre.